Arrestime të deputetëve, gazlotësjellës, sharje e fyerje mes kuvendarëve është fotografia e cila e ka karakterizuar punën e kuvendit përgjatë sesionit pranveror. Madje për një kohë të gjatë, puna e kuvendit është bllokuar nga ana e partive opozitare me pretekstin se ky kuvend dhe qeveria e ka humbur legitimitetin për të qeverisur me vendin. Ky sesion, i cili është përmbyllur me seancën e fundit, është vlerësuar të jetë një nga sesionet më tensionuese. Në përgjithësi, legjislatura e 5 nga monitoruesit e kuvendit po vlerësohet si më e tensionuara që prej pas luftës në Kosovë. Si rezultat i bllokimit të punës së kuvendit për një kohë të gjatë, edhe përmbushja e agjendës legjislative është larg realizimit. Drejtori ekzekutiv i organizatës Demokraci Plus, Driton Selmanaj, thotë se kjo legjislaturë është ndërruar në spektatore të proceseve politike që po ndodhin jashtë institucioneve. Kuvendin me ose pa dëshirë është blloku shumë herë, dhe me pa drejt. Kuvendi i Kosovës është vendi ku njerëzit kanë marrë vota për të përfaqësuar njerëzit që jetojnë në Kosovë, për të miratur ligje, për të marrë në kontroll qeverinë, për të ndërtuar dhe draftuar dhe miratuar politika të rëndësishme për perspektivën e këtij vendi, por ja që dikush ka ndodhur të veprojë ndryshe, do mund ta bllokoj këtë institucion, gjithmonë ata kanë pas një qëllim të caktuar në funksion që të bllokohet qeveria dhe më pas të shkojmë në zgjedhje. Selmana i thotë se bazuar në të kaluarën edhe sesioni i ri, pritet ta ketë fatin e njëjtë. Megjithatë, ai thotë se liderët politik duhet i kthehen jetës institucionale për faktin se asnjë qeveri nuk mund të rrezohet me mjete jo politike. Edhe çështja e demarkacionit dhe çështja e asociacionit duhet marrin epilog, pavarësisht se epilog mund të jetë. Hiç nuk është e rëndësishme kanë njëra a bjen apo nuk bjen si temë. A merr vota, s'merr vota, me nasysh që të kryhet si proces. Më pas nëse rrezohet, them nuk i merr votat e mjaftueshme në kuvend demarkacioni, atë kthemi në pikën 0. Sesioni i ri vjeshtor pritet të nisë më 13 shtator. Temat si asociacioni dhe demarkacioni vazhdojnë të jenë çështje të cilat po prodhojnë tensione në skenën politike në Kosovë.